Gjithmonë kemi ndjekur nga afër mjeshtëritë e punëve të ndryshme artizanale, ndërsa sot kemi ardhur të zbulojmë artin e punimeve të lëkurës. Për këtë qëllim kam ardhur të takoj Maklend Isakun. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju me mjeshtëri, pasion dhe shumë durim krijoni produkte shumë të veçanta lëkure. Por çfarë ju ka lidhur me këtë zanat? Unë kam filluar që në 2015, bëhet gati 11 vjet. Dhe e kam nisur si pasion, duke pasur edhe motorin, në lëkura ka lidhje me motorin. Me motorin. Nisa pasion, pastaj 2-3 vitet e para vazhdoj si pasion i thjesht. Më vonë pastaj u kthye në profesion të plot. Me çfarë produkte e keni nisur fillimisht? Me një portofol motoristash, biker, portofoli im i parë. Që e doja për vete, s'kisha ku ta blinja dhe u detyrova, thash, po e provoj një masa e bëj vetë. Gjitha ca copa lëkurash, në për këpucar, në për njerëz ndryshëm. Fillova duke parë video në YouTube, tutorialet, si bëhet, si proceset e punës, edhe e krijova. Pra një produkt që ju e pëlqenit, nuk e gjenit në treg dhe filluat ta provoni vetë. Ta bëj vetë. Produktet e tjera që provoni? Po, çanta, portofola, ripa, mezi, çanta motorash, sedilit e motorave, riparime kryesisht, riparime të ndryshme pastaj. Cilat janë llojet e lëkurës me të cilat punoni? Lëkurat janë kryesisht lëkura lope, pastaj janë të stampuara, që quhen, është pjesa e sipërme që është stampim, ka me krokodil, ka me gjarpër, me piton. Ka edhe origjinale krokodili, gjarpri, pitonit, originalet që janë. Kjo për shembull është lëkurë Safiano, quhet. Ka lëkura të thjeshtat që Cila është lëkura më e vështirë për të punuar mbi të? Lëkura e pitonit, jo se është e vështirë në përpunim, por është e hollë. Detyrimisht do një përforcuese nga mbrapa që të krijojë atë strukturën bazike që duhet. Kërkon dhe shumë kujdes se mund të shkojë dëm apo jo? Normalisht po, se duhet të jesh te firo, duhet të jesh shumë racional, sepse shkon dëm e gjithë puna, nëse e ke filluar diçka, ke arritur deri në mes të punës, pastaj shkon dëm. Shumë llojshmëri lëkurash, më the, po ku i gjeni? Lëkurat kryesisht i gjej këtu në Tiranë, ka disa pika. Pastaj këto ekzotiket, kryesisht ekzotiket janë të pitonit, krokodilit, të strucit, janë disa shumë. Këto i marrë online. Kryesisht vinë nga vendet e Azisë, ndaj kanë edhe fermat që... Pa dyshim që është edhe më e vështirë për të gjetur. Vinë me vonesë, në fjalë, është pjesa e transportit, po gjenen. Këtu kemi në proces një portofol. Është një portofol me lëkurë Safiano, i gjithi me karta, me vendet e kartave të kreditit dhe ID-t, në fjalë. Që tjetë sa më praktik. Po, nuk është me gjepa monedash si që është ky i përfunduari. Do të më shpjegosh pak hapat e punës të lëkurës? Fillimisht marrim lëkurën, si që është tabak i madh. E presim, unë në fillim kam pasur këto pjesën e dimensioneve që i kisha të ruajtura diku ose kështu. Kështu tash nga që më mbaj përmendësh i pres shumë kollaj. Pastaj fillojmë me shkajimin, që është makina e shkajimit atje, ollimi i lëkurës. Ollimi, okej. Sepse portofolat që të dalë më finë dhe kështu duhet të jetë e lëkura e hollë. Jo e gjithë lëkura hollohet, janë disa pjesë të veçanta që hollohen, që të krijohet kjo pjesa e hollësisë, që të bëhet sa më finë edhe sa më i pranueshëm edhe për anën estetike të syrit. Më pas? Pastaj vazhdojmë me ngjitjet, me qepjet e xhepave të kartave, pastaj qepjet ansoret, vazhdojmë procesi tjetër është... Qepja realizohet me dorë, apo? Qepja e portofolave të gjitha bëhen me dorë. Me dorë. Qep me makinë vetëm çantat e mëdha,
që kanë sasi të gjata të qepjes, ripat e mezit i qep me makinë, sepse për shembull një rip mezi që ta qepësh në gjitha anët me dorë, do 10 metra fije. Po 10 metra fije të ndash në çdo 4 mm fijen, është çik. Po, kërkon edhe shumë kohë. Shumë kohë edhe shumë mund, nëse është pjesa e lodhjes, thosë. Kurse këto folat i qep gjitha me dorë. Në pikpamjen tuaj, çfarë dallon një produkt lëkure të prodhuar me dorë nga një produkt i prodhuar nga fabrika? Me dorë prodhohet është one of kind, një e vetme. Të veçanta. Pavarësisht që mund të jenë identike dy, por prapë është punim me dorë edhe diçka e ka ndryshe, sepse edhe është pjesa e lëkurës, për shembull, këto portofola janë identik, kjo ka disa shenja të lëkurës janë. Ose këto. Këto i kemi ngjyrë kafe, pam të zeza, realizonin ngjyra të ndryshme? Sipas kërkesës dhe sipas lëkurave. Pra përdorni ngjyrosje. Jo, janë lëkurat e ngjyrosura. Janë lëkurat e ngjyrosura. Ka edhe lëkurat pa ngjyrosura, janë këto. Kjo është Çfarë lëkure kemi nga këto? tanerimi. Kjo është lëkurë lope. Lopa. Lope po është e olluar, në fjalë është ka olluar fabrika. Kjo lloj lëkure është e vetmja lëkurë që kërkon që bëhet me stampim, kjo bëhet stampim nga unë. Në fjalë, kjo ka qenë si kjo lloj lëkure, edhe është bërë si kjo. Kjo është finalja pastaj. Për kjo stampimi që është si e thurur, si thuri gështet. Ose... Po, stampimi bëhet me lëkurë tjetër, apo si? Stampimi bëhet, janë këto vegla dhe vogla. Po, më tregoni pak dhe veglat që përdorni. Kjo, laget me ujë, si lëkurë, është e vetmja që merr stampim. Merr stampim e pranon. E pranon. Kështu të tjerat, këto që janë të ngjyrosurat, ashtu janë e kanë mbaruar procesin edhe nuk pranojnë stampimet. Është materiali i tillë që materiali i përfunduar. Kjo është i gjysmë përfunduar, si mund ta quash. E laget me ujë në fillim, bëhen vizimet, e pastaj fillon stampimi. Krijohen stampime të ndryshme, në fjalë, kam krijuar para pak kohësh për krenarjen e Skënderbeu. Fjalë që e deshte në Pra, stampimet bëhen në varësi të preferencave dhe të klientëve. Bëni personalizime? Po. Personalizimet i kam, në fjalë, është pjesa e procesit, dhe kjo është edhe konstituon me atë pjesën që është handmade, edhe dikush e personalizon sipas dëshirës së vet, i bën një dedikim nëse ka për dhuratë ose nëse ka për dhuratë për veten e tij. Keni pasur ndonjë kërkesë të veçantë, ndoshta të çuditshme për personalizimin e ndonjë produkti lëkure? Kryesisht janë iniciale, me dashuri nga filani, në fjalë janë gjëra të thjeshta, nuk është se janë personalizimet shumë. Kërkesat e klientëve tuaj për kë janë kryesisht? Do me thënë dhuratat kujt janë bëjnë? Kryesisht miqve, bashkëshortëve, babait, nënës, sipas vetes vetë. Çfarë mendoni për punët artizanale sot? A vlerësohen? Puna artizanale ka filluar të vlerësohet. Arriti një kohë që ne ishim totalisht të varur nga tregu vinte nga jashtë, nga vendet, jo me cilësi. Ka filluar që të vlerësohet edhe me fjalë kërkohet si produkt. Vlerësimi, pastaj rritet kërkesa, shtohet edhe çmimi ose çmimi është në varësi të produktit bazë gjithmonë, të lëkurës. Ju kushton shumë ju si artizan që të prodhoni një produkt, duke folur që nga marrja e lëkurës, ndoshta veglat? Më shumë mua më kushton koha, edhe puna. Sepse është punë specifike. Sa kohë kërkon për shembull realizimi një portofolje? Një portofol nga fillimi deri në fund kërkon një ditë punë. Një ditë punë? Një ditë. Nga mëngjesi deri në darkë. Në fjalë, unë se kam ditën e punës 8 orashe. Po, e kuptoj. Unë filloj në orën 8 edhe mbaroj në orën 8 në darkë, si punë.
Cili Kjo është është produkti kostoja më e madhe, koha pra? pastaj në fjalë koha dhe puna ime, sepse Është edhe lodhje. syt, durimi, janë shumë të lidhur me njëra tjetrën. Cili është produkti që ju e punoni me më shumë kënaqësi? Apo nuk i veçoni? Tani nuk i veçoj dot me fjalë, por në fillim portofolat i kisha më me qef, se me fjalë ishin të vegjël edhe bën procese të ndryshme, nuk kap rutina si të quash në fjalë. Sepse ka modele të ndryshme. Sepse ripi mezi për shembull është një gjë që fillove, preve, ngjite, i bëre një thurje ose një gjë, fjalë është si pjesë rutine. Kështu portofolat janë të ndryshme fjalë. Do qepësh si thash xhepet e kartave, pastaj jo xhepi monedhave, fjalë alternohet puna edhe bëhet më tërheqëse si. Folëm për kërkesat e klientëve për dhurata, po ju vetë, keni dhuruar një produkt të veçantë që keni prodhuar vetë? Bashkëshortes, çanta, portofolin. Dhe vetës tuaj, si shtatë portofolin e parë që nuk e gjenit në treg. E kam për vetë. Maklent, unë ju komplimentoj shumë për punën dhe ju falenderoj për kohën. Falenderit juve.